e sjell këtu prezente shembullin e vetë punës time, prej 16 vjetëve unë kam ndërtuar një stre me 150 qenë në Vlorë, të cilët i shpëtoj çdo vit, u gjeja adoptim, kam punuar me programe edukimi, përpiqem që të loboj me shtetin që të çelin çdo vit fonde të paktën të sterilizojnë qend. Duke punuar masivisht, duke thirrur organizata të tjera të huaja, duke e ditur që Shqipëria është një vend i varfër, ata vinë dhe ndihmojnë, është organizata World Vets apo Dogs Trust, organizata të tjera të mjekëve pa kufi që vinë në dispozicion për të ndihmuar për të bërë sterilizimin masive dhe edukimin, jo vetëm të qenëve të rrugës, po dhe atyre me pronar. Unë e quaj këtë punë të zgjidhur në qoftë se do të ishte një bashkëpunim ndërinstitucional, shteti dhe individi. Pra, shteti shqiptar duhet ta kapërdzej atë intimidimin e të qenurit fshatar, nuk dua të fyej njeri, të konceptit fshatar që të flasin për qenë. Duhet ta shohin problematikën në sy dhe të thonë, po, ne kemi qenë kafshë, ne jemi të pa emancipuar.